Ky është një nga udhëtimet më të bukura që mund të bësh nga Tirana, ku mund të vizitosh 4 qytete dhe 2 shtete. Nga Tirana, fluturo me Wizz Air drejt Brukselit dhe zbret në aeroportin e Charleroi dhe mendon që në Bruksel, por jo, je rreth 1 orë larg. Por nuk është problem. Sa po të dalësh, merr autobusin e Flipko, i cili kushton rreth 20 euro dhe të çon direkt drejt stacionit të Brukselit midi. Nga ty fillon gjithë udhëtimi. Brukseli është perfekt për një ditë. Nëse zgjedh hotel pranë qendrës, gjithçka e bën në këmbë dhe nuk ke nevojë për transport. Të nesërmen bën një nga lëvizjet më të zgjuara. Merr trenin Eurostar për në Amsterdam, zgjidh biletën e nisjes në orën 6 dhe atë të kthimit në orën 9. Kështu fiton një ditë të plotë. Udhëtimi zgjat 2 orë dhe kushton 30 deri në 40 euro vetëm nëse prenoton herët. Në Amsterdam mos hum kohë me bileta të veçanta. Merr një bilet pas 24 orësh dhe lëviz kudo pa u menduar. Por pjesa që bën këtë udhëtim më ndryshe janë tulipanët. Mos shko vetëm në Keukenhof Gardens, që është plot me turma, merr një biçikletë për 10 deri në 15 euro dhe eksploro fushat përreth. Është një tjetër eksperiencë. Pastaj kthehesh në Amsterdam dhe ke kohë të mjaftueshme për të parë dhe provuar gjërat kryesore. Në darkë kthehesh në Bruksel. Të nesërmen shton një bonus që shumë anashkalojnë, Bruges, cili ndodhet vetëm 1 orë larg nga Brukseli. Gjithashtu mund të ndalosh edhe në Gent dhe bileta kushton 18 euro vajtje ardhje. Ditën e fundit e bën më të qetë. Bën një vizitë Atonium dhe një shëtitje në qytet ku mund të provosh patatet belge, waffles dhe birat. Nëse bën kështu, nuk po viziton vetëm një qytet, por po shikon 3 deri në 4 vende brenda pak ditësh. Ndaj këtë video me dikë dhe më ndih për më shumë video rreth udhëtimeve.